Simon, ja nisim piteje. A në ndryshon fama? Të ndryshon sjelljet për shkak të autoritetit. Detyrohesh me ndryshu, nuk të ndryshon anën e mrenshme, s'ta ndryshon personalitetin, po të ndryshon sjelljet, të ndryshon veprimet, do të më kanë pak më kujdesshëm, do të më kanë pak më syhapum, do të më kanë pak nëse veç je i famshëm shumë se apo tash ka edhe disa lloje të famave që jo të gjitha famat janë të njëjta. Nëse i famshëm në kuptimin e plot, po nuk ta ndryshon anën e mrenshme, se këtë mundohemi me thonë unë nuk kam ndryshu, po ki ndryshu, sepse nuk mundesh më mi frekontu venet e njëjta, s'mundesh më me zhvillu jetën e njëjtë, s'mundesh më mu ushqy, nuk mundesh më mu ushqy nëse degje ki hangër në gjellëtore, tash do të më konë pak më i kujdesshëm, sepse jo pse tjerët nashta kanë me gjyku, po ti vetë e njën vetën që nashta s'është veni ideal, nashta s'është pozita ideale, detyrohesh mi reduktu disa vene, mi reduktu disa njerëz. Po thuna gjena jo puna e Arbnorës me qevapa, po? Po qetash, Arbnore, edhe pse o kanë shumë gjana atyshme se këtë hajmë shebapat, na këtë hajmë pasullin, këtë hajmë gjellën, këtë dalim me patike të shkyme, këtë dalim me tesha të zhyme, këtë dalim... Po, sido që tjetë kur je në sytë të publikut, do të me kanë pak më i kujdesshëm në disa vene, në disa mundësi, në disa gjana tjera. Ajsi, ty atë ka ndryshu fama? Me thënë të drejtën, nuk kam ndjerë ndonjë ndryshim për shkak se kam vendosur unë të vazhdoj të mbaj jetën private. Dhe më thënë, unë mbarova emisionin këtu dhe jeta ime vazhdoj po njësoj. Nuk është se ju përkushtova shumë rrjeteve sociale, medias, më kupton? Prandaj dhe unë ngela aty ku jam, se nuk e doja këtë humbjen e privatësisë. Por pa tjetër që të ndikon. A njeh njerëz të cilët i ka ndryshu fama? Po, njoh. Pa tjetër që njoh. Ndonjëherë fama... Unë mendoj se është forcë dyfisht. Ndonjëherë ka dhe anën e vetë pozitive, sepse pa tjetër që ti ndikon njerëzit e tjerë, i frymëzon për gjëra të mira, mund të përdorësh famën dhe për kauza humanitare. Po, pjesa më, dhe më thënë varet, jam dakord me atë... Do flasim më vonë se kush ka zhgënjy e kush jo. Për të famshëm be. Violet, ti ke pas përvoja me njerëz të cilët ti ke mbrojt? Me vipa kum pas përvoj, po njerëzit i ndryshon shumë fama. Ka do që i ndryshon për të mirë, po ka edhe do që i ndryshon për të keq. Po du të mi ditë me menagju. Kryesisht sa përqind e njerëzve që i ke taku, ti për shembull i ke taku për punë, ose i ke taku në një mënyrë private, të ka ra puna mirastis, mos me punu me ta, por mirastis, çfarë dallimi kanë kur i shef në televizion edhe kur i shef live? Kanë dallim bajgit madh,